Lufta ndaj kultivimit të bimëve narkotike ka qenë pjesë e takimit të zhvilluar në Elbasan mes drejtuesve të njësive vendore, ku i pranishëm ka qenë edhe drejtori i Drejtorisë së Rendit Publik i Policisë së Shtetit të Gjovalin Loka. Elbasani nuk mund të konsiderohet pjesë problematike sa i përket këtij fenomeni, por sërish edhe këtu ka zona të cilat e rendisin atë në hartën e zezë, siç janë komuna Kokur dhe fshatrat Dragot e Mollas, është shprehur Loka. Është e domosdoshme që lufta kundër këtij fenomeni të jetë më organizuar, më efikase dhe më rezultative. Dhe për të realizuar këtë objektiv, kërkohet një bashkëpunim më efektiv me gjithë strukturat e administratës shtetërore, agjencitë e tjera të zbatimit ligjit dhe faktorë tjerë të interesuar, duke vlerësuar drejt rëndësinë e këtij fenomeni, jo vetëm në aspektin policor, por si aksion kombëtar me synimin e qartë për reduktimin maksimum të këtij fenomeni. Në kuadrin e luftës ndaj këtij fenomeni edhe në Berat, i cili konsiderohet zonë problematike, është zhvilluar një takim i ngjashëm, organizuar nga institucioni i prefektit të Qarkut me pjesëmarrjen e kryetarëve të njësive vendore, si dhe prezencën e përfaqësuesve të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Sekretari i Përgjithshëm i Prefekturës Çlirim Brisku, i cili drejtoi takimin e punës, raportoi se gjatë vitit të kaluar rastet e kultivimit nuk kanë munguar dhe janë regjistruar 6 të tilla, me 7 autor. Rastet e evidentuara në Pyes, zonat të thella malore larg qendrave të banuara, me kushte të mira klimaterike dhe infrastrukturë të dobët, tregojnë se fenomeni favorizon kultivimin kryesisht në pyllin e Ballollit, në komunën Tërpan, Skrapar e të tjerë.